Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka ngritur sërish alarmin për sigurinë e punëtorëve në Kosovë, duke theksuar se mungesa e masave mbrojtëse dhe mbikëqyrja e pamjaftueshme institucionale po vazhdojnë të shkaktojnë humbje jetësh në vendet e punës. Sipas KMDL-njës, gjatë vitit të kaluar në Kosovë kanë humbur jetën 32 punëtorë, kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë. Organizata thekson se pavarësisht reagimeve dhe kërkesave të vazhdueshme për përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e numrit të inspektimeve, situata mbetet shqetësuese edhe gjatë vitit 2026. KMDL-një vlerëson se shkaktarët kryesorë të aksidenteve fatale janë mungesa e masave mbrojtëse në vendin e punës, kushtet e pavarëshme atmosferike, mungesa e kualifikimit profesional, gjendja shëndetësore dhe mosha e punëtorëve, si dhe mbikëqyrja e pamjaftueshme nga institucionet përgjegjëse. Kërkohet rehabilitimi i